Ja tjeta Petrit. Përshëndetje. Si jeni? Mirë. Mirë se erdhët. Mirë se erdhët. Mirë. Mirë, faleminderit. Mirë. Baçja. Po, Baçja. Mirë se erdhët. Faleminderit. Diçka modeste. Mëndese. Ja erdhëm me të vizituar këtu ke bujtina jote. Faleminderit. Faleminderit, Rosh. Hajde ditë. Në vënd që është në original për të Bashkë me stafin e faqes u udhëtojmë në Librazh, sot jam në gjyrë të Librazhit. Tek bujtina Shpella e Plagës, një emër i veçantë, që mua më dha të ndjesin dhe më vonë do të pyes se pse e ka pikërisht këtë emër. Por son gjitëm nga lugina e Shkumbinit, rruga ishte normale për të ardhur këtu, e asfaltuar pjesa më e madhe e saj. Përballë jam fshatrat Hotolisht dhe Kokrev, më lart kurora e bukur e Librazhit, mali i Shebenikut, pjesë e parë kombëtare të Shebenikut. Tek bujtina e Shpella e Plagës, takova pronarin e bujtinës, zotin e Petrit Xhepi, gëzuar Petrit dhe mirë se të tjerë. Mirë se erdhët. Faleminderit për vizitën që më vjen shumë mirë dhe vërtet u ndjeva mirë në këtë vend kaq të bukur dhe plot gjelbërim, që ju keni ngritur këtë bujtinë të bukur dhe që ofron të gjitha këto gjërat bio të fshatit tuaj. Më vjen mirë që ke marrë këtë iniciativë. Doja të pyesja Petrit, si të lindi kjo ide, ose më mirë të them, e bëre këtë për t'i dhënë diçka fshatit tuaj, për ta mbajtur gjallë jetën në fshat, apo për fitime, për financë, apo si e kishe pasion? Faleminderit për vizitën. Faqja Udhëton Librazh, unë ndjek faqen tuaj dhe më vjen mirë që ajo promovon çdo gjë që ka të bëjë me historinë e Librazhit, me kulturën, me atraksionet turistike që ka Librazhi, të cilat janë të shumta në të gjithë rrethin e Librazhit. Përsa i përket pyetjes tuaj, disa gjëra janë më shumë pasion se sa biznes. Janë pasion sepse njeriu nuk do të harrojë asnjëherë vendimin e tij. Vendi nga vjen, për të ditur se ku të shkojmë, nuk do të harrojmë nga vjen. Dhe edhe unë, që në kohën e pandemisë, dëshira për të bërë diçka më ka lindur në kohën e pandemisë, duke qenë se në atë kohë ishim më shumë të izoluar, edhe po vija më shpesh, se kam vite që jam lëvizur, kam qenë banë në Librazh, edhe sa më herë që vija, aq më shumë mendoja, thosha, përse mos bëj diçka, që të paktën të mos ekzistoj vetëm ajo shpreha të ikim nga këtë zonë, po të rikthehemi të këtë zonë se ka vende të bukura, ka shpresë, ka histori, ka traditë, ka kulturë, ka çfarë të tregoj të tjerëve. Edhe kjo lindi gradualisht. Fillimisht lindi me të dëshirën për të hapur rrugën për të Shpella e Plagës, për ta bërë të mundur aksesimin e saj, sepse shumë pranë, 400 metra që këtu nga bujtina, ndodhet një shpellë e pamshme. Po pikërisht këtu faktikisht sa zbrita këtu njëri nga stafi jon quhet bujtina Shpella e Plagës, po pash do tabelën më përpara. Çfarë historie ka kjo Shpella e Plagës? Lidhur me historinë e Shpellës Plagës, do ishte më mirë që ta tregoja në vend ku shkojmë dot atje? Po shkojmë, sigurisht shkojmë. Atraksioni i bukur është, atraksioni i bukur. Tjetër çfarë më bën përshtypje tek bujtina jote mua? Shoh një mur që po më thua që është muri mbajtës i rrugës Egnadia, rrugës më shumë se 2000 vjeçare, një nga arteriet më të rëndësishme nga porti i Durrësit deri në Konstantinopol. Qëllimisht e vendoset këtë bujtinë tek muret e rrugës Egnadia? Po. Qëllimisht edhe për t'i dhënë akoma më shumë vlerë rrugës, vendit, edhe çdo gjë në të cilën ka lidhje me historinë e vendit tonë, të rrugës, të njerëzve, dhe të çdo njeriu në të cilën ka qenë pjesë e kësaj rruge. Jo më larg se 200 metra më tutje, fillon në territori i fshatit Gjyrë. Edhe kjo pjesë e këtyre mureve janë muret e vjetra të rrugës Egnatia, dhe për të patur diçka, siç kanë qenë në kohët e lashta, hanet, unë doja të bëja diçka që ishte e ngjashme me mënyrën e pritjes së njerëzve, por e kohën moderne. Dhe përndëtuar bujtinë. Pra nga hanë bujtinë. Nga hanë bujtinë. Zoti Petrit, unë sa mora informacion para se të vija këtu, më thanë që ju gatuani vetëm gjëra bio të fshatit. Megjithëse unë kam përpara raki kumbulle, Rushe, Librazhi,
dhall gjyre, Po. perimet, përveç të tjerave që janë në kuzhinën tuaj. Këto si mundet ti siguroni? Tani ne jemi në hapat e parë, sepse është viti i dytë që kemi bërë të mundur ndërtimin e bujtinës dhe funksionimin e saj. Unë këtu afër kam ndërtuar një kopësht dhe ju e patë dhe vetë që në kohën që erët ju isha duke punuar. Normalisht ai nuk i përmbush të gjithë nevojat që mund të ketë bujtina, por çdo gjë këtu është bio, sigurohet nga pjesa e fshatit që është poshtë, si mishi, djati, zarzavatet, perimet, ato gjëra që mund të marrin. Pra, ju këto perime, gjëra i siguroni këtu dhe Bilmetin, u siguroni nga shtëpia ku ke nënën tënde, familjen tënde. Po qofse nena duhet një kec tani. Në qoftë se ju duhet një kec, pa problem fare, vetëm se duhet të kishit përmontuar diçka më përpara, unë sigurisht për këtë. Po, pa dyshim. Fisi xhepi, që nga secilit jam dhe unë, është i fisi cili e kanë tradit bashkinë e drejtorisë. Dhe jo më larg se këtu, po në malet e Gjyrës, ata kanë një kope për 1000 metra batish, ku kanë ceca, polli dhe bele. Pra po dhe kanë që trashëguar. Që të vish në bujtinën shpellë e plagës, do të thotë që atë gjë që do konsumosh gjë bio dhe mishi të vjen direkt nga mali. Nga mali. Vjen këtu direkt. Miti vjen nga mali. Kjo është shumë e rëndësishme. Gëzuar. Faleminderit për vizitën. Zoti Petrit, unë të falenderoj për gjithë këto që ke bërë këtu dhe ke shoh që ke një pasion të veçantë që të bësh dhe gjërat të tjera, sa na tregove. Unë do kisha dëshirë të shihnim bujtinë edhe nga brenda se çfarë ofron ti, se më thej që ofrojmë kuzhinë, ofrojmë edhe fjetje. Po. Unë do kisha dëshirë të shohë. Në fillimet e saj bujtina është diçka modeste, ka 2 dhoma për të akomoduar, secila dhomë ka një krevat dopje dhe një krevat Dhe mund t'i shohë. Të gjitha, po mund t'i shohim. Ka gjithashtu edhe restorantin, edhe kuzhinën, edhe njerëz që janë familjarë, dëshirojnë të gatuajnë vetë, mund t'i përdorin kuzhinën, edhe mund të flenë, mund të këtë tovalinat dhe hijet e pembe që s'ka nevojë për çadër fare. Mund të shkojnë absolutisht, s'ka nevojë për çadër se këtu është të freskët, poshtë është burimi, është bura e vogël, ta ngrejmë bura e zezë. Ta ngrejmë pak vallë fshati? Po, me shumë kënaqësi, faleminderit. Edhe faleminderit që promovoni librazhin. Kjo është që mund t'ulesh për të ngrënë. Po, është restoranti në kohën e tu ke kuzhinën, ha? Kuzhina. Aspirime shumë mirë. Aspirime është kjo. Kjo është panak frigorifer, kjo është lavastovilja. Po shoh që brenda mureve të bujtinës ke një fotografi këtu me një ur nga Austro-Hungarezët? Po, nga Austro-Hungarezët. Unë jam të tekur që çdo gjë që ka lidhje me historinë e mëparshme të rrugës Egnatia dhe të fshatit tonë Gjyrës, ta pasqyroj në dokumenta dhe në çdo gjë tjetër që mund të kemë mundësi. Këtu është një fotografi e bërë nga Austro-Hungarezët 1915 dhe këtu thot për shembull degëzimi ndarës ndërmjet Gjyrës dhe Dardhës. Dhe këtu është burra e zezë. Ura ka qenë në se kemi fshatin Dardhu. Fshati është ngjitur, është ngjitur. 200 metra më tutje është kufiri ndarës në mes Gjyrës dhe Dardhës. Kurse këtu është një foto tjetër e bërë nga piktori i njohur Eduard Lir në 1848, i cili ka ndërmarrë një ekspedit në Shqipëri. Mbi 200 piktura ka bërë, apo jo? Ka bërë mbi 3500 piktura akvarele dhe disa i ka bërë në Shqipëri. Vetëm në segmentin e rrugës Egnatia ka bërë 5 të tilla. Dhe një ndër to këtu është një han në Çukës. Dhe është pamja që ka çpatur hanin në atë natë. Dhe thotë han në Çukës 24 shtator 1848. Sepse edhe urën e tabakëve ky e ka pikturë. Urën e tabakëve edhe në Elbasan që ka bërë disa më vjen shumë mirë që je kaq pasionant. Faleminderit. Duhet që të pasurojmë historinë. Trit bujtina, shpella e plakës. Dhoma e gjumit, oda e plakës. Qa lidhje kanë këto? Siç ta tregova tek shpella, historinë e shpellës plakës. Ati ku ishte shpella origjinale? Atë që ishte shpella origjinale, ato gjëra janë të konkretizuara këtu poshtë. Oda e plakës është dhoma e cila është bërë për ndër të asaj plakës që ka shpellën, ka patur shpellën më parë. Kështu mund ta shikoni. Ky është krevati plakës besoj? Po e plakës. Po atje. Atje është në plakë mund vinte. Sos më kuq. Dhe tualeti. Është tualeti me të gjitha akoma shumë komande. Dhe më pëlqen që e gjitha punim druri. Unë jam përpjekur që çdo gjë ta bëj në harmoni. Po dhe këtu e pas ke diçka historike. Po, çdo dhoma dhe çdo gjë, unë dua që çdo gjë të ketë nga i detaje, të ketë lidhje. Çfarë tregon kjo foto? Kjo foto
është një pikturë e bërë dhe tregon urën e mirakës, ura e Haxhi Beqarit në vitin 1915, ushtarët serb duke u tërhequr. Pra, një pjesë të historisë. Është foto, jo pikturë. Ajo është pikturë. Pikturë. Ajo është pikturë edhe çdo gjë që ka lidhje me rrugën e Gnaka dhe me historinë e këtyre temave. Shumë bukur. Ke dhomë tjetër? Po, kemi dhomën e djemve, sepse plaka kishte edhe 2 djem, edhe normalisht mund të ishin edhe djem të. Këtu jemi te konaku i çunave. Pra këtu nuk thosh ka më dhomë, po thosh ka konaku. Po konaku sepse Oda, siç kanë qenë emërtimet më parë. Ati Oda dhe këtu konaku. Oda e Nuses, dhe unë jam përpjekur që ti afrosh ato besnikët të emrave të vjetra. Ky është konaku i çunave. Sepse konaku është vendi ku për shembull djemt apo dhe burrat e asaj shtije mblidheshin, bizetoshin, bëshin. Pra këtu futen djem beqar, çunat beqar. Çunat beqar ishin sepse po kishin do kishin dhomën e tyre. Po jo, ky është edhe qëllimi i kësaj dhome. Po. Aty janë çift dhe këtu beqar. Po. Edhe dhoma është pak shumë me të njëjtën po të njëjtin punim. Po të njëjtin punim. Të njëjtin punim, të njëjtin komoditet. Dhe prapë një pikturë këtu. Kjo është një pikturë e vazhdimësisë pikturave që ka bërë Eduard Lir në vitin 1848. Është një urë e cila aktualisht nuk është më, sepse është prishur, që ka qenë në Qukës, përballë stacionit të trenit. Nuk ekziston më. Nuk është erozioni, degradimi, këto gjëra të tjera e kanë prishur dhe mirë po tek pikturat e bëra nga Eduard Lir, ajo është pikërisht kjo na nxiti neve që erdhëm tek ju sepse ju po ruani diçka historike për Librashën. Nëse do të bëjmë diçka, duhet të ruajmë traditën. Pra, është edhe një shembull për të tjerët që mos i lënë gjërat në letër për t'i vënë në batik për t'i bërë sa më fizike. Të falenderoj shumë bukur. Para mbi vetu. Po, arat kanë bjerë vetë gjatë viteve. Në the që ke edhe gurën këtu afër bujtinës, gurë e vogël. Është buron vetë, ha? Është gurë që buron vetë me ujë lajthie dhe bigori e cila buron poshtë bujtinës. Është Kjo është hyrja për të shpellë plagës. Kjo është hyrja për të shpellë plagës. Dhe humnera këtu është krijuar kanjoni, kanjoni mund të jetë afërsisht 150 metra, që është krijuar nga gurra e zezë. Nga prurjet e ujit që vijnë nga pjesa e dhe këtë gardh mbrojtës e shkëmbimeve. Gardh mbrojtës e kanë bërë para 5 vjetësh. Po. E kanë bërë me qëllim që të jetë aksesueshme hyrja për tek shpella, që të mos ketë incidente, mos ketë aksidente gjë. Po e meritoka bitina jote emrin në shpella e plagës, pas ka bërë një investim. Po tani çdo gjë ka lidhje me shpellën e plagës, sepse kjo ka histori dhe duke qenë se është një vend që tani sipas historisë këtu ka jetuar plaga me 2 çunat. Aty kemi disa si punë dhomash. Po. Dhe historia e shpellës plagës. Po Petrit, kur do ngjitemi lart janë 2 në formë dhomash, guva mund t'i quajmë ato, ku ka jetuar plaka me 2 djem. Dhe sipas gojdhënave që tregojnë të vjetrit. Do të thënë kjo është shpella dhe ka dhe sipas anekset e saj, po ka edhe një formë dhomë. Dhe këtu kanë rëngur se ka qenë më përpara ka qenë shesh. E sheshuar. Ka qenë sheshur dhe përshtatur për banim, për jetesë. Kalon dot këto anekset? Po, si s'kalon. Kalon po gjyqtarët e thesarë dhe e kanë bërë gropën më të madhe. Rum aneksin e parë Petrit. Po. Këto janë pasaj mjedise që si tip balkoni kjo. Komunikojnë me shpellën, kjo është një balkon. Edhe këtu kanë vendosur. Edhe kjo me kontributin tatë. Po, kanë vendosur këto hekura, se sido që tjetë. Domethënë këtu sipas asaj që na tregoi më parë këtu djemt e plagës shihnin karvanët që vinin nga rruga Ignatia? Në daljen tjetër
ne do të shikojmë dy vrimë. Ata disa janë të mbushur me ve sepse ata kanë ngërë mur dhe nuk kanë treguar ta kujdesshëm. Njëra vrim tregon degëzimin e rrugës që vjen nga Dardha dhe tjetra tregon degëzimin e rrugës Egnata që vjen nga Gjyra. Dhe ata në momentin që të dyja pikat, të dyja drejtimet, në momentin që ata shikonin që po vjen një karrocë, një karavan, gjë tjetër, zbrisnin te kjo sepse nëpërmjet i shtegut tu, edhe zbrisnin poshtë te gura e zezë. Dhe llogarisnin, zbrisnin dhe i zinin pusi atyre. Dhe i grabisnin. Kjo është sipas vedana. Po jo, diçka ka aty se nuk. Tani fenomenin material, shiko çfarë bën aty. Mu në gur. Ka dalë bima. Ja dhe këtë këtu. Habiqme. Këtu jemi në balkonin e plakës, e shpellës plakës. Jo balkoni i plakës. Balkoni i shpellës plakës. Shpellës plakës. Dhe presupozohet që këtu dilin ata apo jo është? Jo, ata këtu mund të dilin për gjëra të tjera, kurse për të banuar dhe për të ashu kanë patur ato ambientet e brenda të grupit. Anekse që ishin të shpellës kryesore, po. Kjo thjesht është një vend që pamja që të shfaqet tu. Përballë kemi fshatin Dardh dhe janë këto malet, fshati Dardh. Poshtë është lugina e Shkumbinit, fshati Hotolisht që është. Pjesa këtu e këtij kanionit është e krijuar nga burimi i gurës së zezë, i cili e ka vend burimi i tij, është 800 metra lart, mbi këtë është në Gura e zezë quhet. Gura e zezë. Do të thejë që kur vjen uji tu, krijon një farë dallgëzimi. Rruga ajo krijon një pamje shumë të bukur ujvare, dhe po ti shikojmë ato lluqet janë krijuar ndër vite nga rrjedha e ujit, po krijon një pamje shumë të bukur. Tani ka shtëruar sepse në muajin qershor shteron, që paksohet rreshtet dhe ato burimi që kanë lart. Vërtet kjo ka mirë që ka formën e balkonit, po të jep një kështu një panoramë për shembull, kudo që erdha unë këtu, guri Muzhaqit ishte të shoqëronte kudo këtu. Domethënë sipas historive që na kanë treguar të vjetrit, po dhe komunikimit që ka patur në mes rrugës së Egnatja, në disa vende kanë qenë të ndërtuar gjatë rrugës së Egnatja stacionet për që kanë qenë për njerëzit dhe për kafshët. Dhe pjesa e gurit të Muzhaqit dhe disa vende të tjera, edhe e Petrelës, edhe një pjesë në Babje, në Urak, në Qukës, ndiznin edhe pishtarët, kanë qenë vetë në kohë të lashta për të njoftuar njëri-tjetrin për shembull për erdhën e ushtrisë apo për njoftime të tjera me siç kanë qenë në kohët e vjetra. Domethënë edhe në periudhën e Skënderbeut, ka goxha histori Skënderbeut. Po, ka goxha histori Skënderbeut, aq më shumë që edhe në pjesën lindore tonën kemi fshatin Sopot dhe këtu ka qenë 2 kilometra që këtu ku jemi, është në Gjyrë Katun, është vendi quhet Gryk Shkallës, rruga e Skënderbeut. Është një rrugë e shtruar me kaldrëm për kaluara kafshët dhe që bën të mundur lidhen me Sopotin. Petrita më thej që këtu ndodhen dy vrima ku djemtë plakës shifrin në dy drejtime, një në drejtim të Gjyrës dhe një në drejtim të fshatit Dardh, karvanët që vinin në rrugën Nadja. A mund na Po, mund ta shikojmë, janë dy vrima që mund t'i quajmë dritare në këtë formë tuneli. Në këtë formë tuneli që është vjen nga shpella, që vjen nga shpella dhe shikon pamjen poshtë të rrugës. Të zgjuar pasan qenë ata pasan qenë strateg, ushtarak, për të jetuar. Domethënë kjo është gjithë natyrale gjithë. Natyrale, nuk është bërë për dorë, që siç ka qenë. Nuk këtu është. Këtu tani me kthesën dhe në krahun e djathtë, po, është një vrim e cila shikon rrugën e Egnatja nga krahu i Gjyrës. Nga krahu i Gjyrës, që është me kthesa. Tani këtu nga që kanë ngërmuar shumë dhe është mburuar e lam. Në krahun e majt, ja këtu shohim këtë tani. Kjo është vrima që ne, domethënë, djemtë plakës shihnin në krahun e Gjyrës. Po, në krahun e Gjyrës, që shikohet rruga. Nëse shihshin karvanin. Ja, shikojnë rrugat atë, ata mund të shikojnë dhe llogarisnin tek mundimi. Ky pastaj është krahu i majt. Është pamje nga Dardha. Është pamje nga Dardha. Ja, ku duket edhe rruga e Egnatja, mund të ulemi. Po. Ja ku duket aty është lagja e Çekrezit. Kjo rruga që është gjatë përushe është rruga e Egnatja. Ata mund të shikonin që aty dhe koha që zbrisnin ishte shumë e shkurtër, me qëllim që kur dilnin tek mulliri dhe ose tek gura e zezë që është poshtë, te ura e gurës zezë, aty bënin pusin. Petrita, u futëm në hyrjet e shpellës së plakës,
kaluam ku ishte shpella një dhomë e madhe në disa dhomat e veçanta anekse në tunelin e saj, korridorin e saj që ishte goxha i gjatë. Pastaj erdhëm në balkonin e shpellës së plagës, nga balkoni që ishte diçka shumë e veçantë, kjo me një pjersi poshtë humner që ishte goxha, nuk di sa metra ishte. U futëm në tunelin tjetër, në daljen tjetër dhe jemi në daljen kryesore të shpellës së plagës. Gjithmonë që ndonin grabitjet, plaka i shikonte nga lart, nga balkoni i shpellës së plakës, këto skena që bënin ndjent. Dhe nuk merrte masa për të ndaluar ato veprime, sepse ata dinin grabisnin për të siguruar të mira materiale. Kjo gjë vazhdoi disa kohë, deri në një moment të caktuar që disa tregtarë lanë një karrocë përpara dhe karroca tjetër erdhi më pas, pastaj i sulmuan ndjent dhe i vranë. Plaka e pak të skenë nga shpella e plakës nuk e droi dot dhimbjen dhe u hodh nga shpella dhe vdiq. Mesazhi është që mos i lini fëmijët në rrugë të gabuar për përfitime materiale të momentit, sepse përfundimi është i njëjtë. Pra, shpella në tërsinë e saj pasaj një histori goxha. Po, kjo është historia e për të shpellës. mësuar dhe unë i ftoj të gjithë vizitorët që të vinë ta shohin nga afër se që ka diçka e veçantë, diçka fantastike. Faleminderit dhe ju që i eksploroni dhe i nxirrni në pa gjërat e tilla që kanë lidhje me historinë, natyrën, edhe me kulturën, me traditat dhe me çdo gjë tjetër që ka vendi jonë. Bashkë me stafin e faqes udhtojmë në Librazh që është në Prabasken. Unë dua që prapë bitinën tënde të vinë ta vizitojmë, të pimat gotën e dhallit dhe atë rakinë e kumblës, me ato gjërat bio që kishe në tavolinën tate. Të uroj sukses dhe punë të mbarë. Mirë se të vini, jeni të Faleminderit dhe ju mirëpritur. faqa udhtojmë Librazh. Bashkë me stafin e udhtojmë në Librazh, vërtet në kujtinën tënde unë jem aq mirë të për mirëpritjen. Jo vetëm ju, po të falenderojmë për gjithë këtë investim që ke bërë këtu, që do i shërbej zonës, do shërbej mirë, do shërbej shokëve, krahas edhe gjithjes që bëm lart në mal tek shpella e plagës, që prekëm diçka reale, diçka që e kishim zgjuar, por nuk e kishim prekur. Po. Të falenderoj. Çdo gjë të uroj lidhje me njerëzit. Faleminderit. Mirë të jetë. Jeni të mirëpritur. Faleminderit. Patjetër që do vim prapë. Faleminderit dhe faqa udhtojmë Librazh. Të gjithë mirë. Respekte.